Në një nga periudhat më të errta përmbar botën, kur pandemia e COVID-19 ndryshoi mënyrën e jetesës, kufizoi lëvizjen dhe goditi fort sektorin e turizmit, shumë biznese u detyruan të mbyllnin dyert. Në këtë realitet të vështirë, Shqipëria, ashtu si shumë vende të tjera, u përball me një rënje të ndjeshme të turizmit, ndërsa qytetet pritëse mbetën bosh, me kufi të mbyllur dhe shqiptarët që nisën më pas të udhëtonin brenda vendit. Korça u shndrua në një nga destinacionet më të kërkuara. Në këtë kontekst, një shtëpi familjare u kthye në një simbol mikpritjeje, nga një ambient privat në një derë të hapur për të gjithë ata që kërkonin qetësi, reati dhe ngrohtësi në një shtëpie. Kështu lindi Hotel Maris, një strukturë mikpritëse që u ndërtua mbi vlera familjare, besim dhe përkushtim, duke sfiduar frikën dhe pasigurinë e kohës. Hotel Maris nuk është thjesht një hotel, por një histori guximi dhe përpjekjeje që dëshmon se edhe në kohët më të vështira mund të lindin iniciativa që sot kthehen në modele suksesi dhe mikpritjeje. Menaxherja e hotelit, Eliana Malo, tregon më shumë detaje se si lindi ideja për të hapur hotelin, duke transformuar shtëpinë e tyre familjare në një vilë mikpritëse për të gjithë ata që dëshironin të vizitonin Korçën. Hoteli jonë është hapur në një nga periudhat më të vështira për Shqipërinë dhe për mbar botën, në kohën e pandemisë, kur lëvizja e shtetit ishte shumë e vështirë për të gjithë, dhe shqiptarët filluan të lëvizin nëpër qytetet shqiptare. Dhe atë ne menduam që shtëpinë tonë, sepse ka qenë shtëpia jonë në fakt, ta shndërronim në një vilë mikpritëse për çdo që mund të dëshironte të vinte. Hotel Maris është një hotel familjar me 8 dhoma, të konceptuara për të përmbushur nevoja të ndryshme. Të gjitha dhomat janë me balkon dhe ofrojnë hapësira të bollshme, duke u dalluar nga strukturat të tjera hoteliere në qytet. Hoteli jonë është një hotel i vogël, tip familjar, ka 8 dhoma në total, nga të cilat njëra është dhomë familjare për familje të mëdha, themi, për 4 deri në 5 persona, ose për grupe shoqërore, pse jo. Kemi 4 dhoma çift standarde, kemi 2 dhoma treshe, me 1 krevat doppio ose me 3 krevat tek, gjë që me sa kam dëgjuar mungonte në qytetin e Korçës, dhe dhoma familjare gjithashtu nuk është e ka shumë të tilla. Gjithashtu kemi dhe një suite e veçanta e suitës është se ka një hoxhak fantastik për pos kondicioneri sigurisht. Të gjitha dhomat janë me balkon, të gjitha dhomat janë shumë të bollshme krahasuar me dhomat e hoteleve. Fillimet nuk kanë qenë të lehta, por sot sipas menaxheres hoteli ka arritur të përmbush qëllimin e tij. Motoja e Hotel Maris është eja si i ftuar dhe largohu si mik, një filozofi që sipas saj është reflektuar në besnikërinë e klientëve, të cilët janë rikthyer ose e kanë rekomanduar hotelin tek miqt dhe familjarët e tyre. Fillimi sigurisht që ka qenë një sprovë për ne, nuk e dinim si do ecte, por deri më sot jemi të kënaqur. Motoja jon ka qenë come as a guest and leave as a friend, që do të thotë, hajde si një i ftuar dhe largohu si mik. Dhe mendoj se ja kemi arritur kësaj, sepse çdo njeri që ka erdhur është rikthyer ose na ka sugjeruar tek miq, tek familjarët e tyre. Klientët e parë të hotelit kanë qenë nga Franca, një moment i veçantë që menaxherja e kujton me emocion, pasi urimi i tyre për fat të mbar, duket se ka shoqëruar hotelin ndër vite. Krahas turistëve të huaj, Hoteli Maris ka pritur edhe shumë pushues shqiptar, kryesisht nga Tirana, Vlora dhe Ksamili, të cilët kanë vlerësuar shërbimin dhe mikpritjen. Klientët tanë të parë, më kujtohet, kanë qenë nga Franca. Dhe kur i tha që ju jeni klientët tanë të parë, për ata ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe na uruan fat. Dhe urimi tyre na ndoshi. Sigurisht kemi dhe klientë shqiptarë, kryesisht nga Tirana, nga Ksamili kemi patur shumë, nga Vlora. Përshtypjet e tyre kanë qenë shumë të mira, i kanë kaluar pritshmëritë dhe kanë thënë kur të shkojmë te një hotel tjetër, pritshmëritë tona arritur shumë, nuk e di a do t'i arrijë hoteli tjetër. Kjo është një kënaqësi shumë e madhe për ne. Jemi të plotësuar, të realizuar dhe qëllimi mendoj se është arritur. Një nga pikat më të forta të hotelit është mëngjesi i përfshirë në çmimin e qëndrimit, një mëngjes i pasur dhe tradicional korçar, i cili ka lënë bresa të veçanta tek vizitorët. Mëngjesi është i përfshirë në çmimin e natës së fjetjes dhe ne kemi menduar për një mëngjes sa më të bollshëm, sepse me një mëngjes të bollshëm dhe të shijshëm mendoj se çdo ditë nis më bukur dhe më mirë. Mëngjesi është kryesisht tradicional,
Korçar me pejtulla të zakonshme ose pejtulla të fshira, të shoqëruara me reçel shtëpie, kryesisht sepse mundohemi që gjërat të jenë sa më bio, vezë fshati sigurisht, trahana që është karakteristike për Korçën, petka, lëngje të shtrydhura, frutash, që gjithë pa përjashtim ka ngelur shumë të kënaqur nga mëngjesi, madje shumica ka thënë tani s'kemi vend për të konsumuar drekën. Po ashtu përvoja kulinare me lakror në Saç mbetet një nga momentet më të kërkuara dhe më të vlerësuara nga turistët. Po ka dhe një pjesë që e kërkojnë duke qenë se është karakteristike dhe ne e realizojmë. Dhe ata mbeten pa fjalë. Një tjetër shërbim që e dallon Hotel Maris është guida falas për turistët drejt fshatrave turistike, si Dardha dhe Voskopoja, destinacione që shumë vizitorë zbulojnë për herë të parë. Sipas Elianës, Korça dhe fshatrat përreth kanë shumë për të ofruar, ndërsa Hoteli Maris synon të jetë një pikë referimi për të gjithë ata që kërkojnë mikpritje, traditë dhe ndjesinë të qenit në shtëpi. Mendoj se guida falas është një plus shumë i madh që ne ofrojmë për klientët tanë, sepse ka shumë njerëz që nuk kanë qenë në fshatrat turistik të Korçës, për shembull në Dardhë, në Voskopoj, dhe ne këtë realizojmë falas. Dhe ata mbeten shumë të kënaqur dhe rikthehen sërish sepse Korça bashkë me fshatrat kanë shumë gjëra për të ofruar. Sot Hotel Maris përfaqëson më shumë se sa një strukturë akomoduese. Ai është shembulli se si mikpritja familjare, përkushtimi dhe ruajtja e traditës mund të kthehen në vlera të prekshme për vizitorët. Nga shërbimi i ngrohtë tek ambientet komode, mëngjesi tradicional dhe guidat falas drejt fshatrave turistike, çdo detaj synon të ofrojë klientëve një përvojë të plotë dhe autentike korçare. Me klientë që rikthehen, rekomandime që shtohen dhe pritshmëri që tejkalohen, Hotel Maris vijon të ndërtojë një emër të qëndrueshëm në turizmin vendas, një histori që nisi në kohë sfide dhe që sot dëshmon se kur mikpritja bëhet me zemër, çdo i ftuar largohet si mik, ndërsa Korça fiton një tjetër pikë referimi për turizmin familjar.